I ftuar në një studio televizive ishte Kelly, ish banori Big Brother VIP 4, i cili komentoi disa nga ngjarjet më pikante të ndodhura së fundmi brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Moderatorja e pyeti këngëtarin e njohur edhe në lidhje me takimin e Eglit me ish-partnerin e saj Olsi Bylyku brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4. Kelly u shpreh se në fillim ishin të dy në shumë siklet, por më pas biseda ishte e natyrshme. Pjesë nga intervista. Si të duk takimi mes Olsit dhe Eglit, dhe a e ndihmon Egli në gara apo e dëmton? Ti e njeh Olsin, prandaj po ta bëj këtë pyetje. Kelly: Olsin e kam shumë shok dhe Eglin e kam njohur prej tij. Ishte një takim goxha miqësor që thoshte shumë gjëra, te pjesa e mirënjohjes, pas çdo lidhje të mbash mend momentet e bukura dhe të marrësh më të mirën e asaj gjëje. Mendoj se ndikon, mund ta ndikoj për mirë dhe për keq, po them më shumë ka ndikuar për anën pozitive. E prisje të ndodhte një takim mes tyre? Kelly: me thënë të drejtën jo, ishte një nga momentet e bukura. Ti e njeh të dy, ishin në siklet? Kelly: në shumë siklet. Egli ishte më tepër, edhe Olsi ishte pak i kontraktuar, në fillim se pastaj biseda më duke natyrshme. Ishte partnerja që e ka shtyr Olsin për të bërë këtë takim? Kelly: e deklaroi vetë aty, një nga mbështetjet ishte partnerja e tij. Duke qenë se e njeh Olsin, ke patur komunikim me Olsin pas këtij takimi? Kelly: një ditë më pas jam takuar. Ishte i qetë, i lehtësuar, shumë i qetë. Çfarë komentonte? Kelly: ndjej mirë, dukej sikur ka nxjerr diçka nga vetja për atë që mendonte. Sigurisht që atë që ka menduar e ka thënë. Ishte një mesazh shumë i mirë për njerëzit, se si duhet ta menaxhojnë ndoshta një ndarje, një gjë që ka kaluar dhe mundohen ta marrin me të mirën e asaj gjëje. E sheh e ndjek Big Brother? Kelly: jo shumë kohët e fundit, pasi angazhimet bëjnë punën e tyre, ndaj kohën midis studios dhe shtëpisë. E di se çfarë më bëri përshtypje, që jo vetëm ju që jeni banor, por edhe Olsi, tha më sillin video pafund në Big Brother, e bezdisnin këto gjëra? Kelly: nuk është se mi ka shprehur. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.